Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin tonë të përditshëm komenti i shkrimi shenjtë. Jemi në datën 27 gusht të Kishën Ortodokse. Në këtë datë na nxit të lexojmë nga Ungjilli sipas Marku, kapitulli 3, vargu 28 deri në vargun 35. Le ta lexojmë dhe ta komentojmë sipas etrave. Në të vërtetë po e them se bitë e njerëzve do t'ju falet çdo çfarë do mëkat dhe çdo blasfemi që do të thonë, por për atë që do të blasfemoj kundër frymës së shenjtë nuk do të ketë falje për jetë. Ai është fajtor për dënim përjetshëm, sepse ata thoshin ai ka një frymë të ndyrë. Ndërkaq që erdhën vëllezërit e tij dhe Ema dhe si ndaluan për jashtë dhe dërguan ta thrasin. Turma ishte ulur përreth tij dhe i thanë: "Janë ana jote dhe vëllezërit e tu janë për jashtë dhe po të kërkojnë." Por ju përgjigj atyre duke thënë: "Kush është nëna ime dhe vëllezërit e mi?" Pastaj duke vështruar rreth e qark mbi ata që ishin ulur rreth tij tha: "Janë nëna ime dhe vëllezërit e mi, sepse kushdo që bën vullnetin e Perëndis, ai është vëlla im, motra ime dhe nëna." Pra, kjo është pjesa që lexuam nga Ungjilli sipas Marku, kapitulli 3, vargu 28 deri në vargun 35. Ta lexojmë varg për varg dhe ta komentojmë. Jemi në vargun 28 të kapitullit 3 ku na thuhet: "Në të vërtetë po e them se bitë e njerëzve do t'u falet çfarë do mëkat dhe çfarë do blasfemi që do të thonë." Etrit e kishës theksojnë madhështinë e mëshirës së Perëndisë. Krishti nuk po thotë se mëkati është i parëndësishëm, por se mëshira e Perëndisë është më e madhe se çdo mëkat për cilën njeriu pendohet. Pra, shënjangu i artë thekson shpesh se Perëndia është i gatshëm të falë kur njeriu kthehet me zemër të penduar. Pra, falja nuk vjen në mënyrë të pavetdijshme, por kur njeriu ndërgjegjësohet për mëkatin dhe kërkon falje Perëndisë nëpërmjet Krishtit, atëherë mëkati i falet. Prandaj edhe sot mos mendojmë kam bërë aq shumë gabime sa Perëndia nuk më fal më. Përkundrazi, kjo nuk është fryma e Ungjillit. Përsa kur njeriu kthehet sinqerisht tek Perëndia, dera e pendimit është hapur. Jo më kot Krishti shpëtoi të parin një hajdut, një kriminal, i cili në fund të jetës së tij ai u pendua, kërkoi falje, e pranoi Krishtin si Zot dhe shpëtimtar, dhe Krishti i premtoi atij se do të ishte me të në parajs. Por duhet kemi kujdes. Nuk duhet i lëmë gjërat në fund ashtu siç ishte edhe për hajdutin. Sepse është një përjashtim që bëri Zoti për të na treguar se mundësia e kthimit është deri në fund, por asnjëri nga ne nuk mund të llogaris fundin e tij. Prandaj ne duhet fillojmë të punojmë për shpëtimin sa më herët, madje që në moshën fëminore, dhe kështu pra të bëhemi gati për ditën që do përballemi me Zotin. Në qoftë se neve kemi jetuar me përurësi dhe jemi penduar për mëkatet tona dhe kemi besuar te Krishti si Zot dhe shpëtimtar, nuk ka mëkat që nuk mund të na falet. Shënjangu i artë i jep një figurë shumë të bukur, një alegori. Ai thotë ashtu si shkëndijat e një zjarri të bregun e detit bien në det dhe menjëherë shuhen. Mendoni, thotë, se sa është deti në mallësinë e tij me një shkëndi. Por mëshira e Perëndisë, thotë, është pafundësisht. Kështu që nuk ka mëkat që nuk e fal mëshira e Perëndisë. Por në vargun 29 ne lexojmë diçka tjetër. Po për atë që do të blasfemoj kundër frymës së shenjtë, nuk do të ketë falje për jetë. Ai është fajtor për dënim të përjetshëm. Çfarë është ky mëkat i pafalshëm? Interpretimi i jetërve është se blasfemia kundër frymës së shenjtë nuk është thjesht një fjalë e keqe e thënë në një moment zëmërimi, sharje, fyrje, por në kontekstin e fariseve, të cilët po shikonin veprën e mirë dhe të fuqishme të Krishtit thjesht si një veprim të satanait. Pra, problemi është refuzimi i qëllimshëm dhe i vazhdueshëm i së vërtetës dhe hirit Perëndisë në Krishtin. Të tillë njerëz të cilët nuk duan besojnë shpëtimin në Krishtin, nuk e pranojnë atë, por e kundërshtojnë dhe e luftojnë, duke menduar se kështu i shërbejnë Perëndisë, ky mëkat do të jetë i pafalshëm. Shën Agustini dhe shumë etër e lidhin këtë me një zemër që nuk pranon të pendohet dhe të porulet, që të pranojë Krishtin si shpëtimtar, por që ndron e mbyllur në veten e vet, në egoizmin e vet, në shpëtimin sipas veprave dhe jo sipas besimit në Krishtin. Për shembull, sot, nëse një person shqetësohet
mos vallë kam blasfemuar kundër frymës shenjtë, vetë shqetësimi dhe dëshira që ka ai por të pajtuar me Perëndin janë shumë larg qëndrimit të atyre që e përshkruan Jesuin si një njeri i mashtruar nga fryma e djallit. Pra, këtu nuk mund të akuzojmë veten ose të mbetemi në mendimin dëshpërues se kemi fyer frymën e shenjtë dhe ky mëkat nuk falet. Pra, nuk falet kur dikush refuzon shpëtimin në Krishtin. Dhe refuzimi shpëtimit në Krishtin është të refuzosh Atin, Birin dhe Shpirtin e Shenjtë, sepse Ati me anë të Birit dhe Shpirtit të Shenjtë na jep këtë shpëtim në Krishtin. Për këtë mëkat kërkon të flas Krishti në këto fjalë. Jemi në vargun 30. Sepse ata thoshin, ai ka një frymë të ndyrë. Ja pra, ku del mëkati i pafalshëm i fariseve. Shikoni se farisenë blasfemonin kundër Krishtit dhe kundër Shpirtit të Shenjtë dhe kundër Perëndisë së Lartë, sepse ata e keq interpretonin veprën e Krishtit. Ata thonin për veprën e Perëndisë në Krishtin si një vepër e të ligut. Këtu ka një paralajmërim shumë serioz që ju bëhet gjithë atyre të cilët kapen nga krenaria, paragjykimi ose interesat personale, të cilët refuzojnë të vërtetën që qëndron përpara nesh. Dhe kjo vërtet nuk është një vërtet thjesht filozofike, alegorike, është një vërtet absolute e mishëruar në personin e Zotit Jezu Krisht. Prandaj nuk mund kemi një qëndrim asnjëherë ndaj Krishtit. O me mua, o kundër meje, thot Krishti. Kush nuk mbledh me mua, shpërndan. Prandaj, Perëndia dërgoi birin e tij që nëpërmjet tij ne të shpëtohemi, sepse bëri bir njeriu nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë dhe Virgjeshës Mari. Dhe gjithë vepra e Krishtit në tokë ishte nga Shpirti i Shenjtë, mrekullitë e tij, por madje edhe kryqëzimi, vdekja dhe ngjallja e tij ishte për Shpirtin të Shenjtë. Dhe këto janë veprat e Perëndisë për shpëtimin ton. Prandaj, nëse ne i refuzojmë këto dhe gjejmë argumente, si shikojmë sot në fetë antikrishte, ose në filozofit, ose në filozofit ateiste, patjetër që të gjitha njerëz që refuzojnë këtë shpëtim në Krishtin, ata kanë një mëkat të pafalshëm. Sepse ata si farisejnë nuk e vlerësojnë veprën e Krishtit dhe thonë që ishte një vepër thjesht njerëzore ose në të kundërt dhe aq më keq një vepër djallëzore. Kjo nuk është thjesht vetëm për personin e Krishtit, sepse duhet kemi edhe këtu pak kujdes, por të gjithë ata që janë të Krishtit, të dërguar nga Krishti dhe në një farë mënyrë stigmatizohen, keq interpretohen ose kundërshtohen si Krishti. Dhe ata njerëz që u bëjnë këto gjëra të dërguarve të Krishtit, ja bëjnë vetë Krishtit, Atit dhe Shpirtit të Shenjtë. Kështu që ata do kenë një mëkat të pafalshëm dhe një dënim të përjetshëm. Jemi në vargun 31. Ndërkaq erdhën vëllezërit e tij dhe ëma dhe si ndaluan përjashtë të dërguan ta tharasin. Por këtu na fletet për një fakt që është i keq interpretuar nga heterodoksët, sikur Krishti kishte edhe vëllezër dhe motra të tjerë natyral me nënën e tij, pra e cila në Bibël na thuhet që ishte e fejuar, e vluar e Josifit. Kisha ortodokse që duke mbështetur në traditën apostolike dhe interpretimin e saktë që i bëjnë ungjillit nga Etrit e Shenjtë, thonë që këta nuk ishin vëllezërit e motrat natyral të Krishtit, por ishin bijtë e Josifit, një burr i ve që kishte këta fëmijë me gruan e parë. Kështu që Virgjësha Mari qëndroi në shpinën e Josifit, edhe Krishti qëndroi dhe u rit në shpinën e Josifit. Prandaj, në sytë e njerëzve ta quheshin si vëllezërit dhe motrat e Krishtit. Por, nëse ne do shikojmë sinaksarët për treguar të gjithë këto persona që ishin jo thjesht persona alegorik, por persona fizik, të cilët lanë gjumë edhe në krishterim, për shembull siç ishte Jakovi, vllai i Zotit. Jakovi është më i madh në moshë se Krishti. Pra, këtë na i thot sinaksari. Kështu që bie poshtë gjithë ajo gënjeshtër e heterodoksëve, heretikëve që thonë që këta janë vëllezërit e motrat e Krishtit. Por le të vim tashmë në kuptimin akoma më të thellë. Dhe këtë na i thotë vargu 32. Turma ishte ulur përreth dhe i thanë: "Ja nëna jote dhe vëllezërit tu janë përjashta dhe po të kërkojnë."
Turma i thot Jesujt se familja e tij po e kërkon. Duket familja ishte e shqetësuar sepse kishin dëgjuar shumë fjalë për Krishtin, madje shpifje, intriga që kishin bërë farisen, këto ishin përhapur sepse zakonisht lajmi i keq përhapet shpejt dhe kishin mbajtur edhe në veshët e familjes së Krishtit, pra tek nëna e tij, por dhe te vëllezërit e motrat e tij që ishin bitë e Josipit. Por Jesui, edhe pse dinte çfarë ndodhe rreth tij, ai e përdori të situatë për dhënë një mësim shumë të thellë, ndryshe nga koncepti që kishin judejt për lidhjen me Perëndin dhe për mbretërinë e Zotit. Dhe në vargun 33 dëgjojmë: por ai u përgjegj atyre duke thënë: kush është nëna ose vëllezërit e mi? Pyetja nuk duket e ashpër. Krishti nuk ka një karakter mohues në atë që pyet. Po Jesui nuk pyet pse nuk e di kush është nëna e tij. Ai po drejton vëmendjen e turmës duke i shkëputur nga lidhja biologjike, të cilët ishin të fiksuar judejt, drejt një lidhje shpirtërore me Perëndin. Etrit e kishës e shohin këtë si një mësim shumë të madh. Lidhja më e rëndësishme e njeriut është ajo që krijohet kur bën vullnetin e Perëndis dhe me ata që janë të Perëndis. Pra, ne kemi dy lloj lidhje në këtë botë. Kemi lidhjen biologjike, nga ku vim si krijesa njerëzore, por krijojmë dhe lidhje shpirtërore. Lidhje shpirtërore e krijojmë me Perëndin, sipas besimit dhe misterëve të kishës, dhe bëhemi vëllezër dhe motra me Krishtin dhe bitë adaptuar Perëndis, por edhe me të gjithë ata të cilët janë bërë të krishterë. Kështu që krijojmë atë që quhet familja e krishterë. Vetë kisha, që është trupi i Krishtit, është familja jone e përbashkët. Prandaj nuk duhet të keq kuptohemi ose të keq interpretohen marrëdhëniet e krishterë. Të krishterët nuk i mohojnë marrëdhëniet biologjike, pra ata respektojnë, nderojnë, duan, shërbejnë prindërve të tyre, vëllezërve, motrave të tyre biologjik, por kanë një lidhje shpirtërore e cila është më lart se lidhja trupore biologjike, sepse lidhja trupore biologjike i përshtatet dhe është e nevojshme vetëm për këtë kohë dhe për këtë botë, kurse lidhja shpirtërore është lidhja e përjetshme, si me Perëndin dhe me njëri tjetrin. Dhe judejt ishin të fiksuar nga lidhja biologjike. Ata mendonin se bollë që vinin nga fara e Abrahamit, Isaku dhe Jakobit, ata në një farë mënyrë ishin të privilegjuar nga kombet e tjera dhe në një farë mënyrë bollë lidhja e gjakut i bënte ata automatikisht pjesëtarë të mbretërisë së Zotit. Por nuk është kështu. Krishti tha diçka tjetër. Në mbretërinë e Zotit nuk hyet nga lidhjet e gjakut, por hyet nga besimi dhe nga përulja dhe nështrimi ndaj vullnetit të Perëndisë. Jemi në vargun 34. Pastaj duke vështruar rreth e qark mbi ata që ishin ulur rreth tij, tha: janë nëna ime dhe vëllezërit e mi. Ktu Jesui nuk e zvoglon familjen biologjike, përkundrazi ai e zgjeron familjen. Ai e bën familjen e tij shpirtërore të përbërë nga gjithë ata që ndjekin dhe i binden Perëndisë. Shën ironimi dhe tradita e krishterë e lidh këtë me faktin se dishepulli nuk është thjesht admirues i Jesuit. Ai bëhet pjesë e një familje të re shpirtërore. Prandaj duhet të kuptojmë çfarë na thot Ungjilli. Këtu Krishti nuk është se po e mohon nënën e tij, po e quan diçka si grua zakonshme dhe nuk po ja respekton, ashtu si thon heretikët, heterodoks, por përkundrazi, Krishti është duke e zgjeruar familjen, duke i dhënë asaj karakter shpirtëror, që në këtë marrëdhënie me Krishtin mos jenë vetëm ata që kishin një lidhje biologjike, por dhe besimi, sepse Vjegjesha zonja Shëmaj nuk ishte thjesht vetëm nëna e tij nga ana biologjike, por ajo ishte shërbëtorja e përulur e Zotit, e bindur ndaj vullnetit të Perëndisë, bashkëpunëtore e vullnetit të Perëndisë për të sjellë shpëtimin në botë, plus edhe vëllezërit e motrat e Krishtit. Ne do të shikojmë se ata ishin dishepujt të Krishtit, pra kemi pjesë të tyre, kemi pjesë e apostujve dhe grave miroprurse, por Krishti kërkon ta zgjerojë këtë lidhje, duke futur edhe të tjerë njerëz që nuk ishin lidhje biologjike, por lidhje shpirtërore. Prandaj, dhe kur Zoti Krisht ishte në kryq dhe poshtë kryqit pa nënën e tij dhe nxënësin e tij të dashur Joanin, i thot atij: "Bir janë nëna jote." Pra, që do me thënë, i dha të drejtë Joanit që të quhet biri i Vjegjesës zonja Shëmarisë, siç ishte edhe të Krishti. Dhe kështu na dha neve të drejtë që dhe ne të kemi një marrëdhënie, si them, birërore si me Krishtin,
por dhe me nënën e tij. Dhe marrëdhënie vëllezër dhe motra me të gjithë ata që besojnë Krishtit, nga apostujt dhe të gjithë dishepujt që ishin që në krishtërimin e hershëm dhe vazhdojnë gjatë gjithë kohës deri në fund, duke krijuar atë që quhet familja e besimit, familja e krishterë. Jemi në vargun 35, që është dhe vargu i fundit për sot, ku ne lexojmë, sepse kushdo që bën vullnetin e Perëndis, ai është vlla im, motra ime dhe nëna ime. Tashmë Krishti i jep mundësinë që neve të bëhemi pjesë e familjes tij. Kush bëhet pjesë e familjes së Krishtit? Ai që bën vullnetin e Perëndis. Pra, besimi i vërtet nuk është thjesht vetëm fjalë, një besim intelektual që besoj se ekziston Krishti si person ose edhe si biri i Perëndis dhe shpëtimtar, por ai që shfaqet në mënyrën se si jetojmë. Ai zbatojmë në porositë e Krishtit. Në një vend tjetër, Zoti Krisht na thotë: "Pse më thrisni Zot, Zot, e nuk i bëni ato që ju them? Largoni prej meje, nuk ju njoh." Etër të Kishës e lidhi këtë me një vërtet fuqishme. Njeriu bëhet i afërt me Krishtin kur pranon vullnetin e tij dhe zbaton atë në jetë. E çfarë do thotë për neve sot kjo? Kjo pjesë na jep të paktën 4 pyetje për veten. A e besoj vërtet se Perëndia mund të më falë? Pra, vim tek ajo çfarë tham në fillim, që gjitha mëkatet tona janë të falur, ose mbyllim derën e Perëndis për shkak të së kaluarës dhe biem në dëshpërim duke thënë që Perëndia nuk më fal të mëkat. Duhet sigurohemi se gjitha mëkatet falen kur ne besojmë te Krishti, por mbi të gjitha kur ne pagëzohemi në emër të Krishtit ose të Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjtë. Të gjitha mëkatet që i trashëgojmë si atë sëgjëshor, por dhe mëkatet personale janë të falura dhe fillojmë një jetë e re, sepse pagëzimi është vdekje dhe ngjallje në Krisht. Dhe pyetja tjetër është: a jam duke e kundërshtuar të vërtetën nga krenaria? Dhe kush është e vërteta? E vërteta se Krishti është Zoti dhe shpëtimtari ynë dhe nuk mund të ketë emër tjetër dhe njerëzimit që mund të shpëtojë. Farisejt nuk i mungonte njohëria fetare, por problemi ishte se zemrat e tyre nuk donte ta pranonte të vërtetën nga egoizmi, nga vetë shpëtimi i tyre. Prandaj ka edhe njerëz sot që njohin Krishtin, e pranojnë veprën e Krishtit, por nuk i përulen e nështrojnë atij sepse ata duan shpëtojnë nga vetvetja duke nxjerrë fe dhe forma të ndryshme vetë shpëtuese. Pyetja tjetër është: a e shfaq besimin tim me vepra? Pra, nuk mjafton të them vetëm se besoj tek Perëndia, por kushdo që bën vullnetin e Perëndis, ai është vërtet besimtar. Dhe pyetja e fundit është: kush është familja ime shpirtërore? Çdo njeri që përpiqet sinqerisht të jetojë sipas vullnetit të Perëndis është sipas fjalëve të Krishtit, vëlla dhe motër. Do me thënë, kur bëhemi vëllai i Krishtit dhe motra e Krishtit, kur ne ecim bashkë me Krishtin në porositë e tij, duke imituar fjalët dhe veprat e tij. Dhe kur jemi nëna e Krishtit, kur e mbajmë fjalën brenda vetes son, kur e mbajmë shpirtin e shenjtë që e marrim nëpërmjet mistereve në emër të Krishtit dhe e përçojmë të tjerët me anë të jetës son. Kështu pra, ashtu si tek e tërshenjta Vigjeresha Zonja Shëmari, fjala zbriti tek ajo, u mishërua dhe ajo e lindi dhe e dha birin e saj për shpëtimin e botës, të njëjtën bëjmë edhe ne. E mbajmë fjalën, e ruajmë brenda vetes dhe e përçojmë tek tjerët me anë të fjalëve dhe veprave në emër të Krishtit. Kështu bëhemi nëna e Krishtit. Prandaj, mesazhi kryesor i gjithë kësaj pjese është: mos u dëshpëro për mëkatin, mos e mbyll zemrën ndaj Perëndis, mëshira është e hapur për cili do që pendohet, vetëm për ata që nuk pendohen dhe nuk pranojnë Krishtin si shpëtimtar, dhe familja e vërtetë e Krishtit përbëhet nga ata që dëgjojnë vullnetin e Perëndis dhe e zbatojnë. Kjo është e rëndësishme dhe duhet ta theksoj sepse shpesh edhe ne krishterë ortodoks na kap një mentalitet judaik, sikur ne jemi të shpëtuar thjesht se kemi lidhje gjaku, nga që vini nga një familje ortodokse, ose kemi lidhje gjaku me njerëz që kanë shërbyer kishës si klerik ose laik. Jo. Lidhjet e gjakut na ndihmojnë që neve të bëhemi pjesë më lehtë e familjes shpirtërore të kishës, sepse në një familje ku kemi lindur dhe është besimi krishterë, patjetër ne dëgjojmë dhe drejtohemi, por kjo nuk bën në mënyrë automatike të krishterë. Vetëm nëpërmjet besimit, pagëzimit dhe mistereve të kishës ne bëhemi të krishterë dhe pjesë e familjes Krishtit dhe bëhemi edhe nëna e Krishtit, edhe vllai dhe motra e Krishtit. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot, por takuam në takimin e ardhshëm, deri atëherë mirupafshim.